Me urimin për paqe e dashuri, u mbajt mesha solemne e Krishtlindjeve në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë. Për kreun e Kishës Katolike të Kosovës, më shumë se kur, bota ka nevojë për paqe. Njerëzisht, kjo mënyrë e të menduarit ose të arsyethimit, kjo formë e veprimit dhe kjo qasje ndaj njëri tjetrit, po merr vazhdimisht jetën njerëzish. Po shkakton vaj dhe lëk. Në frymën e festës dhe urimeve të njëjtën u mbajt edhe mesha ditës së Krishtlindjes. Kremta e saj, e cila filloi në orën 11 në katedralen Nën Tereza, e udhëhequr nga Don Agim Qerkini, u përcoll me mesazhe paqeje. Donë se u shpreh se bota po bëhet gjithnjë më zhurmshme, ai kërkoi reflektim. Është festë e jetës. Dhe na fton Zoti që ta mbrojmë jetën, ta ruajmë, ta shërbejmë në kontekstin e plotë të fjalës, që të mund të realizohemi si bitë e jetës. Ai po ashtu rikujtoi se kjo festë është e paqes. Festa e Krishtlindjes është festë e paqes. Dhe një paqe e të trefishme, me Zotin dhe me të afërmin, por edhe me vetvete. Pas Pashkëve, Krishtlindja është festa më rëndësishme për besimtarët e krishterë katolik. Rëndësia ditës së Krishtlindjes nisi të rritet pas kurorëzimit të Karlit të Madh në vitin 800 në ditën e Krishtlindjes.